Nuk është fitore politike, e ashkujt kjo, është humbje e Kosovës. Fitoria politike ka ndodhur ditën e zgjedhjeve, kur ne partitë opozitare të deri atëhershme, shqiptare, kemi marrë 4 deputet më shumë se sa pushteti, se sa shumica më hershme. Nuk mendoj se kjo është merite e opozitës, siç ja kemi dhënë votat, është merite e Kurtit. Merite e Kurtit? Po, ai e ka kriju një situatë për vete, të pamujshme dikush me bashkëpunu me te. Nuk na respektoj. Zakonisht një president, për të ruajtur ekuilibrin në shoqëri, gjon momente ku respekton edhe opozitën e drejtshme, jo vetëm pushtetin. Se presidenti është institucioni që na bashkon, edhe është institucioni që ruan ekuilibrat e brendshëm edhe ruan unitetin. Unë shpresova, të them drejtën, që do të na respekton kësaj here. Ke shpresuar? Unë shpresova se kishim edhe argumente shumë për parshitë e datës 21, nuk ndodhi kështu për fat. U vonua Kosova edhe me mandatarin e dytë. Po humbëm shumë kohë. Në një vendimmarrje mjaft diskutueshme po ashtu nga ana e zonës Osmani. Të dy mandatarët morën nga 15 ditë që kanë mujt me dhënë epilog më shpejt. Sidomos i dyti është dashur paktën pas një jave me reflektue. Nuk ka pas nevojë me frit 2 javë të plota. Edhe sikur e keni vrejt, e keni pa, e thirrën një seancë ditën e njëjtë që do të votoj për mandatarin e dytë, duke ditë që si kanë votat për mandatarin e dytë, ishte një seancë gjoja për buxhetin, ishte një lojë jo e nivelit. Kush i humbi Kosovës, të flasim me emra konkretisht, në gjithë kohën që ishte parashikuar që të operohet politikisht më shpejt? Është e qartë se vetëvendosje, zoti Kurti, janë ata që e mbajtën peng Kosovën gjithë ta muj, ata i premtuan Kosovës se i kanë numrat, ata i premtuan Kosovës se është përgjegjësia tyre nëse se krijojnë qeverinë, edhe ja shihni që nuk është qeveria, nuk është kriju, fa janë ata. E trajtoni si fitore politike këtë? Jo. Zoti Kurti nuk arriti të marrë votbesimin kuvend, as personalisht, as për kandidatin tjetër. Nuk është fitore politike, e ashkujt kjo, është humbje e Kosovës. Fitoria politike ka ndodhur ditën e zgjedhjeve, kur ne partitë opozitare të deri atëhershme, shqiptare, kemi marrë 4 deputet më shumë se sa pushteti, se sa shumica më hershme. Pra kjo ka qenë fitoria, nga kjo ditë është ditë ku jemi, edhe është dash me jahun Kosovë 6 muaj vetëm për faktin se dikush tjetër ka fitu shumicë. A keni pritur këtë unitet, po them të ish opozitës, që nuk dha vota për Kurtin kryeministër, as për zotin Konjuca? Çka flet? Nuk mendoj se kjo është merite e opozitës, siç ja kemi dhënë votat. Është merite e Kurtit. Merite e Kurtit? Po, ai e ka kriju një situatë për vete, të pamujshme dikush me bashkëpunu me te. Rallë ndodhë që partitë nuk lakmojnë pushtet, nuk lakmojnë bashkëqeverisje, nuk lakmojnë marrjen e përgjegjësive, edhe bojnë ashtë zgjidhje të menjëhershme ose të shpejta. Kjo është merit e Kurtit besoj. Sjellja e tij, pozicionimi i tij, zhvillimet e brendshme në vend kanë rezultuar që të gjithë jemi vetëdijshur që nuk bën me dëmtu Kosovën për pak pushtet.